Shpifje e ullët. Elton Iliriani shpërthen live dhe dërgon Shqipe Hysenaj në gjykat për parashevin. Deklarata tronditëse e Shqipe Hysenajt, ku u shpreh në një intervistë se kishte dëgjuar thashë theme se këngëtarja ikon Parashevi Simaku u merrte burra të tjerave dhe për këtë arsye mbeti rrugëve, ka shkaktuar reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga Elton Iliriani. Biznesmeni, i cili strehoi dhe ndihmoi Parashevi Simaku në dhjetor të vitit të kaluar, kur ajo u gjet në një stacion treni në New York, ka dalë fuqishëm në mbrojtje të saj. Fillimisht, Iliriani shpërndau deklaratën e Shqipes në Instastory, duke reaguar: Shqipëria, aty ku dashuria dhe komplimenti kanë vdekur. Ai shtoi se kjo situatë është një kryqëzim për të gjithë shpifësit dhe thashë themegjinjt e lagjes së kafeneve. Më pas, ai publikoi disa video ku mohoi kategorikisht çdo aludim të bërë nga Shqipe Hysenaj dhe theksoi se çështja do të ndiqet ligjërisht. Kjo histori nuk mbyllet këtu. Do të shkojmë në gjykat, u shpreh ai. Ky reagim tregon vendosmërinë e Ilirianit për të mbrojtur figurën dhe dinjitetin e Parashevi Simakut, duke e kthyer këtë përplasje publike në një çështje serioze juridike.